Nuk mund të them se jemi plotësisht të kënaqur, sepse gjithmonë ka nevojë për më shumë angazhim nga gjitha, do kisha thënë, dikasterët të cilat i udhëheqim ne. Kemi bërë disa herë analizë ku janë anët e forta dhe të dobtat të lëvizjes BESA në vlen dhe si pjesë e vlenit në qeveri. Brenda javës nesër ne kemi thirrë një mbledhje të Kuvendit Qendror për të diskutuar për këto çështje dhe për të vlerësuar pozicionin tonë në qeveri dhe për të marrë një vendim për rrugtimin tonë të mëtutjeshëm. Besoj aty të gjithë funksionarët do të raportojnë për atë se cili është rezultati i qeverisjes së tyre dhe menaxhimit të tyre me institucionet dhe si organ kryesor i lëvizjes BESA në mes dy kongreseve do të marrë edhe qëndrime sa i përket asaj se sa ne jemi të kënaqur apo a do të kishte qenë më mirë. Personalisht po e përsëris që vlerësoj që kapaciteti i lëvizjes BESA në vlen dhe në qeveri është shumë më i madh se ai që e kemi treguar deri tash. Pra po thoni që nuk jeni kënaqur dhe po thoni që do të marrim një vendim për se si do të vazhdojmë më tutje. Çfarë vendime çfarë opsione mund të ketë? Po ato opsione mund të jenë edhe rishikimi i pozicioneve të disa udhëheqësve të, më thënë, pozicioneve të cilat i ka lëvizja BESA në qeveri, jo më vonë se sot në fakt dje në mbledhje të qeverisë u bë një rokate, një pozicionit të tillë ku nga unë u konstatua se një pozicion i rëndësishëm si që është Biroja për Meteorologji nuk ka dhënë rezultatet e pritura për votuesin e vlenit dhe për shqiptarët dhe për gjithë qytetarët e këtij vendi dhe tani më kemi një drejtor të ri në atë biro të rëndësishme për qytetarët dhe kjo mund t'ju ndodhte edhe shumë ministrave apo drejtorëve tjerë, ministrave, zavendësve, drejtorëve tjerë për të cilët nëse do konstatohet se nuk kanë dhënë rezultatet e duhura të mund të ndrohen.